Në samitin e mbajtur në Hag, udhëheqësit e NATO-s kanë rënë dakord që të investojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto në baza vjetore për shpenzime ushtarake deri në vitin 2035. Ky vendim erdhi pas presionit ndaj shteteve anëtare të NATO-s nga presidenti amerikan Donald Trump. Liderët u zotuan se shtetet anëtare të NATO-s do të ndihmojnë njëri tjetrin bazuar në parimin e mbrojtjes kolektive në rast se ndonjë prej tyre sulmohet, sipas parashikimeve në nenin 5 të aleancës, ku shprehimisht thuhet se një sulm kundër njërit shtet anëtar është sulm kundër të gjithë aleancës. Në deklaratën përfundimtare të samitit, 32 udhëheqësit riafirmuan angazhimin e tyre edhe për të mbështetur Ukrainën. U theksuan në veçanti kërcënimi afatgjatë që sipas tyre paraqet Rusia për sigurinë euroatlantike. Aleatët shmangën referencën kohore se kur Ukraina do të antarësohet në NATO. Në konferencën përshtyp shefi i NATO-s Mark Rutte shprehu shqetësim edhe për situatën e tensionuar në Ballkanin Perëndimor. Këto shqetësime, tha ai, ja kemi paraqitur zotit Vučić, sepse duhet që të shmangen tensionet e mëtejshme mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe të ruhet stabiliteti Bosnjë-Hercegovinës. Në vitin 2026, samiti i NATO-s do të mbahet në Turqi dhe një vit më vonë në vitin 2027 në Shqipëri.